Ke qenë të bindur se këtë këndapimi dhe zhdukja e profesorit Shevhotit pra me 16 maj të vitit 1999 është bërë në mënyrë të planifikuar nga struktura ushtarake të shtetit Serbisë. Të bindur jemi edhe sot se ekzistojnë rrethana shumë të qarta dhe relevante prej të cilave mund filloj hetimi për zbardhjen e fatit të tij. Qeveria e Kosovës edhe 16 vite pas nuk bëri asgjë, edhe pse në Kuvendin e Republikës Kosovës në vitin 2012 u mbajt interpelanca nga e cila u nxjerrën disa rekomandime që obligon qeverinë e Republikës Kosovës që mos të vazhdojë me bisedime pa u zbardhur fati i gjithë pagjeturve. Pra thjesht obligon qeverinë e Kosovës, por qeveria asnjëherë nuk u mor seriozisht me këtë çështje. As me fatin e profesorit Kushinhotit, duke qenë se të gjitha rrethanat dëshmojnë se zhdukja intelektuale të Kushinhotit ka qenë e mirë menduar dhe organizuar nga personat me pozita dhe hierarki shtetërore të shtetit Serbisë. E tha zoti Haradinaj që ne i votojmë rekomandimet e komisionit, por më lejoni të përmend duke mos e minimizu rastin e zotit Kushinhoti, por edhe gjithë pagjeturve të tjerë, ta përmend edhe rastin e një qytetari në komunën e Gjakovës, pra zotit Idriz Pajazitin nga fshati Dobrosh, rastin e vajzës e tij e cila me 27 prill në mejet e Gjakovës me të drejtë me lot në sy tha. Ajo ishte pa lindur kur babën e saj, pra Idrizin, bashkë me 3 vëllezër të tjerë dhe shumë bashkëqytetar nga ky fshat, dhe 376 të tjerë që u kidnapuan në meje, pra ishte pa lindur dhe kërkon që sot pas 16 vite ta ketë të paktën vendin ku të vendos një buqet lule. Nuk mund të ikim përgjithësisë, sepse asnjëherë këto qeveri nuk ban asnjë hap konkret për zbardhë fatin e të pagjeturve. Aq më tepër të kërkojnë llogari nga shteti serb për masakrat e bëra në gjitha anët e Kosovës, por në veçanti dhe rastin e profesorit Hoti dhe rreth 1600 të tjerëve që ende janë të pagjetur. Qeverinë pra e obligon edhe njëherë po tham rezoluta e nxjerrur në vitin 2012 nga Kuvendi i Kosovës, por asnjëherë nuk u mor parasysh ajo rezolut dhe tani qeveria e Kosovës dhe Komisionin Kuadër të Qeverisë me gjithë ato mospajtime me departamentin ligjor, që shpesh herë zoti Gërgjaliu e ka ngritë shqetësimin me të drejtë, që shumë herë kanë edhe mosmarrveshje nuk e ka bë asnjë hap konkret as komisioni, sepse ju kanë nështru politikave vit pas viti. Qoftë qeverisë kaluar, por qoftë edhe tani të kësaj qeverie, pra që është vazhdimsi edhe qeverisë kaluar. Andaj edhe njëherë urojmë të gjithë që të bëhet më shumë për zbardhjen e fatit të zotit Hoti, por edhe të gjithë të pagjeturve të tjerë. Faleminderit.